Një nga banorët e shtëpisë që ka zgjuar gjithmonë interes është Dolce. Edhe pse emrin e ka Donna, ajo parapëlqen ta thërrasin Dolce, kjo për shkak të natyrës së ëmbël që ka. Dolce tërheq shumë vëmendjen për shkak të formave trupore, ëmbëlsisë dhe stilit të Marilyn Monroe. Ajo di që të fitoj shpejt zemrën e një djali, po dhe ai shpejt di që ta humbasi, siç ka ndodhur edhe me rastin e Edit. Megjithatë, të tjera sekrete janë zbuluar për jetën e Dolces, që ajo nuk ka dashur asnjëherë t'i bëjë publike. Fillimisht, mediat italiane zbuluan se si dukej Dolce para ndërhyrjeve estetike, por ajo që ka çuditur jo pak ndjekësit e këtij formati është e shkuara Dolces dhe se ajo ka mbrajtur sekret shumë gjëra. Në rrjet po qarkullojnë foto të Dolces me bashkëshortin e saj italian. Banorja e Big Brother VIP ka qenë e martuar me një shtetas italian dhe disa kohë më pas, çifti ka shkuar drejt divorcit. Ndërkohë që shqiptarë që jetojnë në Itali dhe i njohin nga afër Dolcen janë shprehur se ajo ka dhe një fëmijë nga martesa me bashkëshortin italian, por që pas divorcit, fëmia qëndron me babain. Me sa duket, Dolce nuk ka preferuar të jap këto informacione për jetën e saj private. Mbetet për të parë nëse pas daljes nga ky format, Dolce do i pranojë si të vërteta këto lajme apo do t'i përgënjeshtrojë. Do të kishim dëshirë të dinim edhe mendimin tuaj për Dolcen si lojtare brenda këtij formati. Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.